është Agron Osmani, një nga tifozët besnik të Vllaznisë, se ndjek skuadrën Kuqe Blu në çdo stadium të Shqipërisë. Natyrisht që në Lorobreqi po, por kudo në çdo stadium të Shqipërisë. Edhe sot doni Agron Osmani drejt në Elbasan Arena. Faleminderit zoti Grec, ne kemi ardhur për fitore, e kërkojmë këtë fitore se jena pas disa rezultateve të dobta që kena marrë, dhe sot është dita jonë inshallah dhe na thena me fitore. E thatë mjaft mirë, ka pasur oscilacione. Në të fundit, por sot besoni? Besoj, ekipi është i kompletuar, arsyes kena më hum. Kjo është gëzimi jonë, se është tanë kërnieri si ka ardhur, në Shkodran e bëjmë bujë gjithë kuda që shkojmë, por... Janë shumë tifozë që kanë ardhur si zakonisht në Shkodër, por Gon Osmani është ai që të thonë besnik. Besnik për zotit. Dhe është 3 vjet. Do të kthehet Vllaznia me fitoren në Shkodër. Tham që po. Me rezultat? Me rezultat minimal 2-0. Me autor të golit? Unë tham që goli do vinë nga Kallaku. Ishim me Agron Osmani, një tifoz spikat të Vllaznisë, falenderoj shumë Agron Osmani.